Një orë me Frankën në Top Albania Radio. Të jesh mirënjohës do të thotë shumë më shumë se çdo ta kishim menduar. Përgjatë dhjetorit unë lexova librin Magjia të autores së mirënjohur Rhonda Byrne, e cila ka shkruar Sekretin, dhe dhjetori im realisht ndryshoi. Më bëri të kuptoja fuqinë e mirënjohjes, por mbigjitha të kuptoja se nuk e praktikojmë realisht aq sa duhet. Të jesh mirënjohës nuk do të thotë që thjesht i themi faleminderit dikujt i cili na ka bërë një dhuratë apo na jep një kompliment. Mirënjohja është më e gjerë, është më e thellë, ajo shtrihet nga e shkuara në të ardhmen. Për ju të cilët mendoni se mbase ajo nuk mund të ketë aq impakt për jetën tuaj, le të marrim dy shembuj nga shkrimet e shenjta. E fillojmë me apostullin Mateo në Bibël. Ai ka shkruar: Kushdo që ka, do të marrë edhe më shumë e do të jetojë në begati. Ai që nuk ka, edhe atë pak që ka, do ta humbas. E di që kjo fillimisht do të duket e padrejtë, duket sikur të pasur do të bëhen më të pasur dhe të varfër do të varfërohen edhe më shumë, por nuk është kështu. Aty ka një mister, ka një fjalë e cila mungon, dhe kjo fjalë është mirënjohja. Prandaj le ta formulojmë përsëri shprehjen e Mateos. Kushdo që tregon mirënjohje do të marrë edhe më shumë prej saj. Ai ose ajo do të rrethohet nga një mirënjohje e pafund. Ata që nuk tregojnë mirënjohje do ta humbasin edhe atë pak që kanë. Ndërsa nga Kurani vjen një premtim po i njëjtë. Dhe mos harroni atë që Zoti tha. Nëse jeni mirënjohës do t'ju jap edhe më shumë, por nëse jeni mos mirënjohës, dënimi im do të jetë me të vërtetë i ashpër. Forca që përmban në vetvete mirënjohja është predikuar dhe praktikuar për gjatë mijëra viteve. Çfarë na kanë thënë edhe njerëz të rëndësishëm dhe të ndritur të kohërave? E fillojmë me Muhamedin. Mirënjohja për begatin që keni është siguria më e madhe që këto begati ta keni edhe në të ardhmen. Buda, njeriu nuk ka asnjë arsye që të mos ndjej vetëm mirënjohje e gëzim. Lao Tzu, nëse arrini të përqendroheni dhe të gjeni kënaqësinë ato të mira që keni, atëherë gjithë bota do të jetë juaja. Krishna, i cili është një nga zotërit më të respektuar të hinduizmit, ka thënë: "E pranoj me gëzim çdo gjë që më ofron jeta." Dhe si përfundim e mbyllim me Jezu Krishtin, i cili përpara se të bënte çfarëdo lloj mrekullie, thoshte me zemër faleminderit. Shikoni sa rëndësi dhe peshë është dhënë pra mirënjohjes, dhe ajo si çdo gjë tjetër në univers i përgjigjet ligjit universal të tërheqjes. E ngjashmja tërheq të ngjashmen. Pra, nëse do emetoni ndjenja mirënjohje tek të gjitha situatat e jetës tuaj, edhe tek ato negativet, ju do të rishni akoma edhe më shumë njerëz ngjarje rrethana për të cilat do të jeni edhe më mirënjohës. Filloni praktikoni, sepse jeta juaj do të fillojë të ndryshojë pak nga pak. Për mua kështu ndodhi në dhjetor.